2 qerdhe të reja publike ose me bazë në komunitet për kodrën e trimave, kjo është më e pakta. Lagja ka dhe nevoja shtesë, por do të fillojmë me 2 qerdhe të reja. Çështja e pronave e pronësisë do të zgjidhet përfundimisht në mandatin tonë të parë të qeverisjes. Ne na duhet edhe sistemi i infrastrukturës nëntoksore, me ujësjellës, me kanalizim, me ngrohje qendrore, me sistem kablove elektrik nëntoksor. Tash është koha që me plan, me projekt, me seriozitet dhe me investime ta përfundojmë njëherë për gjithmonë këtë gjendje dhe të bëjmë zgjidhjen përfundimtare që të gjithë banorët e kodrës së trimave, ashtu siç do të bëjmë zgjidhje edhe për lagjet e tjera, të mos kenë më probleme të furnizimit me ujë të pijes. Gjithashtu, kodra e trimave ka nevojë për rrugë e rrugica të sigurta, rrugë e rrugica të ndriçuara, rrugë e rrugica me trotuare të lira e të dinjitetshme dhe për siguri maksimale për këmbësorët e sidomos për fëmijët tanë. Kjo lagje me vitet e tëra ka vuajtur nga mungesa e sigurisë publike, sidomos në rrugë, ka pas edhe viktima. Komuna duhet kujdeset që siguria publike tjetë absolute. Prona është e drejtë bazike e çdo qytetari, prona duhet tjetë e sigurt, legalizimi duhet përfundoj. Të gjithë ju që i keni shtëpit këtu, duhet pajiseni me certifikatën e pronësisë, sepse kur e keni pronën me dokumentat e plot, ju keni edhe siguri, por edhe mundësi shtesë ekonomike. E kthim rapa nuk ka, ecim përpara, 105 vetë vendosje, sepse Prishtina për një mend ka nevojë për ndryshim.